2027. Ato që ndodhë pas 2027 nuk është më në dorët e shqiptarët, është në dorë e 27 vende e Bashkimit Evropian që duhet të ratifikojnë pranimin të Shqipërisë. Është me shumë teknikalitet se sa më vendime politike. Dhe nga ana tjetër kemi dëgjuar fushat e Zoti Berisha që ishte me shumë fokusuar mbi premtimet, premtinga më të ndryshme për të vërtetës, dhe edhe nga disa gafa që kanë ardhur për efekti e mosha, dhe unë besoj që ato gafa e kanë delegitimuar në farë kredibiliteti i Zotit Berisha, pse pyetja është njerëz i beson Rama, premtimet e Rama, edhe nëse ishte kryesisht ishte vetëm antarësimi. Njerëz i beson Berisha, janë të besueshme këto dy politikanet, kjo është pyetja. Dhe përgjigja do vinë nga zgjedhjesve, pse ti mund ta premtoni edhe që unë do bëj gjithë shqiptare miliarder. Tani, ma besojnë, po apo jo. Ai mund të premton do të rindertoj teatri. Berisha mund të premton do të heqim dividendi për biznesi, do bëjnë 10%, 8%, 6%, 12% varet kush e ka përballë. Ai ka premtuar ulje pensionet, sidomos, ka marrë shumë vëmendje. Ulje taksat, rritje pensionet, shëndetësi falas, rruga kilometrike pa kosto. Ai mund ta premton çdo gjë. Këto e kam dëgjuar që ka vinë në 2 premtime Zoti Berisha, por atëherë ishte besueshme. Se atëherë njerëz nuk kishin njohur akoma Berisha. Dhe ata kanë premtuar çfarë nuk ka premtuar në vitin 92 Zoti Berisha. Dhe në fakt ai ka fituar zgjedhjen në 92 për ato dëshirat e jashtëzakonshme që kishte populli shqiptar për ta çliruar nga regjimi komunist. Por pastaj pas 6 muaj ka humbur prapë atëherë zgjedhje vendore, pastaj ka filluar përballje e Zoti Berisha me realitet. Dhe sot jemi një politikan që ka bërë gënjeshtra si instrument politike. Tani kjo sa ka ndikuar 12 vjet gënjeshtrat, sa ka ndikuar në besueshmëri e Zotit Berisha? Kjo është pyetja. Dhe sa ka ndikuar qeverisë, mirë ose keq, Zoti Rama në besueshmëri e tij personale ndaj publiku. Dhe këto përballë kjo pyetje, pastaj kjo është pyetje kryesore. Jo çfarë kanë premtuar. Janë të besueshme në premtimet e tyre? Nuk e di. Ta shohim në datën 12 maj, do ta kuptojmë. Papolino, se duhet bëj edhe 2 pyetje për sondazhet. Ti je tek ajo pjesë e opinionit publik që më shumë njerëzit votojnë individin se sa platformën politike, programin politik apo jo? Apo ndikon dhe programi? Tani programet një politikan nuk është që e beson gjithmonë. Programet kur bëj fjala për programet në çdo vend politikanët premtojnë edhe me mirëbesimi, jo pse janë gënjeshtar profesionistë. Edhe me mirëbesimi premtojnë gjërat që janë të parealizueshme. Dhe normalisht prapë edhe jo vetëm në Shqipëri, por gjithandej votohet besueshmëria e politikanit. Tani sondazhi janë bërë, pse nuk është bërë vetëm tek ne. Ne kemi bërë një sondazh, disa sondazhe, kemi bërë 6 me Istituto Piepoli, që është një instituti mirënjohur italian, që kanë bërë në Itali është më të mirë me siguri, por nuk është më të mirë në bota, në Itali është shumë e mirë, dhe ka një përvojë shumë e madhe me Shqipëri, pse këtu e ka bërë nga viti 2014 me ne, kemi filluar kjo bashkëpunimi që ka zgjatur në disa zgjedhje, dhe gjithmonë e ka parashikuar rezultati të saktë të zgjedhje. Por për të mos folur për ne kemi dëgjuar sondazhe në Top Channel, kemi ndjekur sondazhe në ABC, kishin sondazhe Euronews, kishin sondazhe News 24. Pra, ishte 4 televizione e tjera, përveç ne, pra 5 televisione, edhe me pozicione politike të ndryshme, edhe me kompanija të ndryshme, disa italiane, disa amerikane, disa greket, pra ishin burime komplet shumë pluraliste. Kapitana politike... Diversifikuar, apo? Po diversifikuar komplet. Edhe kapitana një linja editoriale, dhe të gjitha rezultatet të sondazhe ishin uniforme. Ndërkohë që nuk kemi parë asnjë sondazh që për një shtron këto sondazhe. Pra unë ka dëgjuar opozita, kryesisht Zoti Berisha dhe ato klani i vet që ka retrotull, që tha këto janë sondazhet e bler. Dakor, por kemi një sondazh jo të shitur, pra e pavarur që Berisha i beson
që mund të na tregon çfarë parashikon? Jo. As televisioni Familja Berisha, Syri TV, nuk ka transmetuar asnjë sondazh. Pra, ata nuk kanë gjetur një kompania e pavarur për të bërë një sondazh e pavarur. Ka mundësi? Është e besueshme? Jo. Unë mendoj që ata e kanë bërë një sondazhet, e kanë vërtetuar që edhe sondazhet e tyre prap kishte të njëjta rezultati dhe me logjika, pse unë e pranoj që është normale që Syri nuk mund të transmetojë një sondazh që tregon fitoria e PS. Kjo është e kuptueshme, nuk është një shkelje etike, kjo është normale. Po prap ata nuk i kanë bërë një sondazh e tillë. Kështu që unë besoj që edhe sondazhet e Syri konfirmon fitore e PS. Kjo natyrisht nuk tregon që fitore është e garantuar, se kjo varet pastaj nga rezultati finale. Një gjë është e sigurt, nëse PS nuk fiton zgjedhje, sipas parashikimit të sondazhet, historia e sondazhistëve në Shqipëri ka marrë fund për gjithmonë. Duhet ta ndryshojë profesionin, se kjo sondazhet nuk bëhet. Pra, varianti që përmendet Amerika, Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku sondazhet dështuan, nuk vlen për Shqipërinë. Kanë dalë pothuajse gjitha një lloj siç kanë qenë para me zgjedhjet. Në Shtetet Bashkuara fenomeni ishte ndryshe. Kishin disa sondazhe që ishin pro Trump, disa që ishin pro Biden. Dhe diferenca ishte 3-4%. Dhe kanë dështuar ata që kanë parashikuar fitoret e Biden. Nuk kanë dështuar të gjitha, kanë dështuar vetëm një pjesë. Dhe sa këtu, gjithë sondazhet, pra 5+1 i patransmetuar, tregojnë që PD është humbës me 10-14% ndaj, pra e përsi është shumë e madhe me PS. Pastaj mos harrojnë që ka edhe faktorë e tjera, ka edhe partia politike e tjera në mes, që sipas sondazhit do fitojnë disa mandatet. Kështu që nuk ka alternativë vetëm midis dy forca politike, kush nga të dyja mund ta fiton shumica. Pyetja është, zoti PS do fiton me shumë 71 mandatet, po apo jo? Sondazhet parashikojnë po. Alternativa nuk është që PD mund ta fiton 71 mandatet. Se PD sot është kuotuar 52-54 mandate, pra është shumë larg nga shumica për të qeverisur vendi. Po marrë gabimi sa është? Marrë gabimi është 2-3%, varet nga thënia nga sondazhet. Ne kishim 2.8%.